Ramazani ka lloj-lloj ibadetesh përmes të cilave agjeruesi dëshiron t'i afrohet krijuesit të tij. Një prej ibadeteve të pëlqijshme, të preferueshme është edhe falja e namazit të teravis. Fjala teravi është e shumësi i fjalës terwihatun, që do të thotë pushim. Pra, të parët tonë, pasi që falnin 2 apo 4 recate, pushonin. E çfarë bënin ato? E lutnin Zotin xhaleshanuhu për plotësimin e dëshirave të tyre, ose për largimin e brengave dhe problemeve që i kishin. Gjithashtu kërkonin falje prej Zotit të madhruar, dërgonin salavatin mbi pejgamberin alayhi selam dhe lutje tjera. Edhe kjo u vinte pushim. Pra, fjala teravih do të thotë pushim. Teravia, të nderuar besimtarë, është një simbol i bukur që krihet në këtë muaj të bekuar. E këtë adhurim, Muhamedi alayhi salatu wassalam e motivonte ummetin e tij që të jenë në lidhje direkte me Zotin e madhruar. Historiku i teravive, në fillim, ashtu siç transmeton Aisha radiallahu anha, se një natë prej netëve të Ramazanit, Muhamedi alayhi salatu wassalam doli në xhami dhe dëshironte të adhurojë Zotin xhaleshanuhu. Edhe një pjesë e sahabeve ju bashkangjitur pejgamberit alayhi salam dhe filluan edhe këta bashkërisht me Muhamedin alayhi salam si xhamat të falen. E nesrit u përhap lajmi se mbas Muhamedit alayhi salam janë falur disa sahabi, disa shokë të tij. Natën e ditë të njëjtën gjë edhe proi pejgamberi alayhi salam, dhe një pjesë edhe më e madhe se sa natën e parë ju bashkangjitën pejgamberit alayhi salatu wassalam. Natën e tretë ju bashkangjitën edhe më shumë sahabi dhe kështu e kaluan natën duke adhuruar Zotin e madhruar. Natën e katërt ishte mbushur xhamia me njerëz e Muhamedi alayhi salatu wassalam me qëllim nuk kishte dalur që t'i falje, t'ju prije si imam. Dhe afër namazit të sabahut pejgamberi alayhi salam del dhe ju thot këtyre njerëzve që kishin ardhur te xhamia e tij se unë e di se keni ardhur në xhami, por unë nuk dola me qëllim që t'ju prij në namaz, nga friga që mos kuptoni se ki namaz është e fars për ju. Pejgamberi alayhi salam e la të falmen bashkërisht nga friga që njerëzit mos kuptojnë se është obligative ki namaz. Me kalimin e kohës, të nderuar besimtar, shokët e pejgamberit alayhi salam, secili në mënyra të ndryshme adhuronte Zotin xhaleshanuhu në këtë muaj të bekuar. Një natë, siç transmeton Abdurrahmani, thot bashkërisht erdhëm me Omerin radiallahu anhu në xhami dhe disa shokë të pejgamberit alayhi salam i pan duke u falur vetëm. Disa falishin me xhamat e disa adhurojshin Zotin xhaleshanuhu në mënyra të ndryshme. Omeri mu drejtua mua duke thënë, çfarë mendon sikur t'i bashkojsha këta njerëz mbas një imami? Edhe Omeri radiallahu anhu saktoi Ubej bin Ka'bin që të jetë imam i njerëzve, respektivisht imam gjatë faljes së teravis. Edhe kur kjo ndodhi, nderuari xhamat, atëherë Omeri radiallahu anhu tha, sa risi e mrekullueshme qenë kjo gjë.